Dhe i shef njerëzit këtë muhabetet, sikur që për kam rënë shumë dietarëve, prej gjërave më të vështira kohën e sotit, cila vëzër, kohën e sotit, kur ulesh me një materialist. Hajde, tamam ulesh me materialista, me njerëz dunjajës. Çka bën muhabet? Kish ras mimi sheqerit. Buka kishi për 2 dinar. Shko mushë naftin se 2 dinar nesër a ba me një ditë lejve që pak shto se u kalbëm me këto muhabete mo. Hipi 2 dinar, zripi 2 dinar. Hud, qka ko? Shko se filan në këmishën e mund është me blej për 50 dinar ma lirë, e kiti atje në djaf. Qka dojnë këto njerëzë dhe? Këto jetën për sëtë, 2 dinar ka i mandal, 2 dinar. Këti një u shkon jetë ashtu, këto dhesin që shtu. Zban besimtari mund diku dhe zër. Shko blej atje, qa me bo dhe zër? Njeri ju jetë pre hipi e tash mirë dhe zër. Nëse na jena qaqë rob, kur nëse dikush 1 dinar e hip. Do me thonë, ata që e udheqin tregun, pe din që ish njerëzit që ka bojnë, apo? I thot hipe pak, zripe tash, zripe pak. Do me thonë, në robëri e plot në njerëzve. A këni po kërbe zripin naftin? Apo? Në hu gjuma gjenë qaf ju hip në atinve. Mushe! Ka dale, ka dale. Mësë, andaj, nuk ka ma të keqe për besimtarin se kur fol me dikan, veç për material. Njëri ju vëzër, nuk ka veç material? A nuk ju gërdite si kështë të Allahu gjelë gjelë e fela jetubuna ila Allah se dhe s'kthejnë njërë të Allah a nuk është me i bezdis që muhabeti vetëm hipi 2 dinar, zripi 3 dinar hipi u bo 5 dinar vish dinari, ku ka dinar a kanë muhabet kjo vëzër është prishja e zemrës kësa i thujnë gjuna arabe fudul kot nuk e te për të